ka marrë dhe këta për Parisit me punu, valla. Kroki tha që ka orë këtu për Parisit me punu, ju për shka keni orë? Ju nuk ka diçka të re, s'kam informata, po. A keni Diçka duhet me bo, se unë ka marrë dhe këta për Parisit me punu, valla. A keni ndru kundërimin numrin e emrit e propozimit për kandidat kryetar të kuvendit? Nuk kanë ndru qëndrimi për më jetin jo. Aja kanë fëtu DDK-n me u taku, me u konsultu edhe për me u arrit. Deri tash, deri në këto momente, unë nuk kam ndonjë informacion ana ka ndërgu ftesë të veçantë LDK-s. Ajo ishte një ftesë e generalizume prej foltorës, e cila s'thot asgjë ose thot shumë, domethënë varësisht qysh lexohet, por ftesë të veçantë nuk kemi pas. Po tash po lexoj që ka pas një ftesë nga zoti Dehari për të gjitha partitë politike, por nuk e di a ka shku përfaqësuesi ynë në takim, tash do ta kuptoj shpejt. A ka ndonjë emër që LDK-ja kishte përfituar? Njëherë jo, ne du të shohim cilat janë emrat, cilat janë propozimet, pastaj të marrim një qëndrim për ato propozime. Ne kemi thonë marrëveshje politike nuk kemi aktualisht, nuk japim vot blanko, sepse i takon partisë të mëdha politike me propozu dhe pastaj edhe me bo shumicën në kuvend. Kroki tha që ka orë këtu për Parisit me punu, ju për shka keni orë? Edhe na kemi marrë me punu të gjithë, po jo për Parisit, po prej Prishtinës këtu ku kemi qenë dhe do të vazhdojmë me punu. Kjo është arsyeja pse do të jemi gjithmonë në vendin ton aty dhe me përgjegjësi do të votojmë, qoftë për apo kundër, varësisht prej temave.